Në një atmosferë të mbushur me emocione, nostalgji dhe krenari, sot u promovua monografia gjeneratës së gjimnazistëve, një vepër që sjell në vëmendje kujtimet e një periudhe të paharrueshme për shumë ish nxënës dhe mësues të asaj kohe. Monografia është rezultati i përkushtimit dhe punës disa mujore të autorëve Ylber Raci dhe Shkel Zendomi. Në fjalën e tij, Ylber Raci autor theksoi se kjo nuk është vetëm përshkrim i biografisë së pjesëtarëve të gjeneratës, por është diçka më tepër. Ishte për ne një sfidë mjaft të madhe, shumë serioze. Mirë po nis prej rrethonës se është ndoshta monografia e parë që shkruhet. Kemi vendosur më përballë këtë probleme. Që në fillim kemi menduar që monografia të shkruhet ndryshe nga monografitë që më duhet deri tani, jo vetëm në Gjakovë. Monografia të cilën keni sot para veti, nuk është vetëm përshkrim i biografive të pjesëtarëve të gjeneratës, por është diçka më tepër. Në biografi është përfshirë edhe puna e palodhshme, përkushtimi dhe kontributi shumë i madh i mësimdhënësve të tonë, të cilët për një kohë shumë të shkurt Gjimnazit të Gjakovës, Hajdar-Dushi, janë ngjitur në zërin edhe bën vatër me nab të arsimit në Kosovë. Për të nderuar kujtesën historike të këtij institucioni arsimor, nga ky takim erdhi edhe një propozim për vendosjen e një pllake përkujtimore në objektin e gjimnazit. Me qëllim që të ruhet dhe nderohet kujtesa historike e këtij institucioni të dijes. Nga ky takim propozojmë që në objektin e gjimnazit Hajdar-Dushi të vendoset një pllakë memoriale prej mermeri, si shenjë njohje dhe kënaqësie për brezat që informuan aty. Në të skalitën fjalit, citoj: prej këtu dolën gjenerata që me dije, përkushtim dhe ideal, bartën mbi supe zhvillimin e vendit. Nderime për gjeneratat që ndriçuan rrugën tonë. Ndërkaq, ish nxënësi Gjok Gjon Lekaj ka autorizuar profesorin Besim Muhadrin që në emër të tij të përshëndes autorët dhe pjesëtarët të gjeneratës për punën e bërë në shkrimin e monografisë. Në emër të tij t'ju përshëndes të gjithëve, në veçantë profesorin Ruzdi që ka marrë këtë iniciativë që ta promovoj, ta botoj dhe ta promovoj librin. Është edhe emocion të jesh sot prezent në një event të tillë, në gjeneratët e artë të arsimit jo vetëm Gjakovë, por edhe në Kosovë. Sheh profesor të mi, kolegë të mi, njerëz të cilët kemi rrugtuar ne si rini bashkë me këta. Në fund të promovimit, të pranishmit shprehen vlerësimin dhe respektin për punën që është bërë dhe për mesazhin që kjo monografi përcjell, një urë e fuqishme mes kujtesës kolektive dhe brezave të rinj.